فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. A ke depozit për ditën që do dalësh para Allahu xhaleshanuhu? A ke vepruar diçka për atë ditë? Thot Allahu xhaleshanuhu në Kur'an: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Subhanallah. Në surën Dukhan thot Allahu xhaleshanu për familjen e faraonit, për faraonin dhe familjen e faraonit. Ata vdiqën, ndrun një jetë u largun, gjithë mirat i kishin këtë botë, pushteti i madh, pasuri e madhe, ushtri e madhe. E ditën që vdiqën thot as qielli edhe as toka nuk qau për ta. Çfarë kuptimi ka ky ajet? Ka kuptim se për çdo njeri pas ka një derë në qiell nga e cila ngjiten veprat e mira. E gjithashtu edhe toka, ato sejdë që i ka po për Allahun xhaleshanu ditën që largohet nga kjo botë, dera e qiellit që janë gjithë veprat e mira mbyllet dhe fillon të qaj, gjithashtu edhe vendi që ka po sejdë në tokë qanë sepse ka ikë dikush që madhrohet Allahun edhe bote veprat mira. E kur vdiq faraoni dhe familja e tij, as i vepër të mirë se kishin lënë, as qielli dhe as toka nuk qau për ta. A do qaj qielli dhe toka për ty ditën që largohesh nga kjo jetë? Kjo është pyetja. A merakosesh edhe a bën analizë për veten tate për ditën që do të shkojmë tek Allahu xhaleshanuhu?